Erik. Si ka emri? Erik Adams. Erik Adams. Emri e ka si aktor filmi, ha? Që di e madhe. Po ky thonë tani ky akuzohet në Amerikë, akuzohet për korrupsion ky? Po. Ka mbi 30 akuza. Po. Pyta. Po i ka që kur ishte kryetar bashkie. Po pra. Dhe akuzohet më duket një nga aferat që akuzohen më shumë është kjo historia e godinës ambasadës të konsullatës turke. Po. Dëgjova. Si çka për me godinën? Digje njëri të ma thotë, se jam shumë kurios. Se kemi shprehjen që themi miq ngjajnë 40 vjet para, edhe ai ndoshta e ka parandjerë ose larg këtë në shtetësinë shqiptare dhe ka vepruar pak si shqiptar. Ç'ni që morën ato? Fitet që kjo puna në shtetësisë është dhënë komplet në mënyrë kundërligjshme. Pse? Është dhënë nëpërmjet dekretit presidencial, por ligji për shtetësinë ka kritera. Që duhet kesh kaq vite që rezident në Shqipëri e merr në përmjet. Shpjert për ato tani mas. Ka dhënë kështu. Ka dhe vende të tjera. Dhe për meritat veçanta. Por do? E merr dhe për meritat veçanta. Po se edhe ambasadën shqiptare të paktën edhe atë. Atë do e vendos Rama kandidat për kryetar bashkie në 2007. Do dinën, ëh, Feker? Ore, po ky ishte shumë i lidhur me shqiptarët, se ditë me flamunin shqiptar, me ato veshjen e shqiptarëve. Jo, për te i batutave, Adams... E më misë, se jemi në emision, o kur të ti... Jo, bravo, po, prandaj se jemi në emision, se në emision i bëjmë batutat ne. Po, mire ka. Ndryshe ekuacioni, po tamam. Tani jemi serios në warm-up. Eksakt. Ky Adams, me diasporën shqiptare atje, me Mark Gjonin dhe me shok, për shkak se unë kam së raporte misore me ata, në çdo eveniment të shqiptarve, ishte për herë, madje shumë i apasionuar. Po pra, të më dhe të thashme. Jemi të lezetshëm ne. Ne jemi shpif njëri tjetrit, po atyre tjerëve ju dukemi interesant. Po mirë, në momenti që ai akuzohet për gjithë to afera, që thatë ju, tani që ka pasaportën shqiptare me ardhë Shqipëri, për shumë, është detyruar Shqipëria të ekstradoj? Kemi marrëveshjen e ekstradimit me amerikanë. Kështu që nuk e shpëton? Jo. Përveç rasteve kur rrezikohet dënimi me vdekje që ndalon në vend europiane drejt. Ku e marrin dot amerikanët këtu? Se marrin dot. Normal. Do jetë kryetari i bashkisë, si dhe marrë. Si dhe marrë. Po Indirit, dëgjoj, ti e thua si batuta, po të shkon mendja vërtet? Pse mendon që Edi Rama se vendos kryetar bashkia ata e kandidon? Mund të ketë informacionin driti se Pra verifikohet dhe njëre teza e vjetër që për të arritur atje lartë, do të shketësh mbi kufon mave. E është kushti primar më po? Më gjeni zotëri një kryetar shteti që nuk ka një çështje penale të hapur. Ose se thoshte ja ka më keq, zvrasin do t'i pul. Imagjino të bënin më shumë, edhe duan dhe pushtetin. Bravo, për këta që nuk ashtu dot. Na do të vrasash minimum një pul apo jo? Po. I zej gjaku, tha, kur vrasin një pul. Ole dio, të fillojmë mision më pas, vajti ora 10:05. Pa, e fillojmë. Dakor. Përshëndetje toksor. Ju sa më keni mbritur, jemi live si çdo të martë të mërkurë në orën 10 darkës dhe të premte në orën 9 darkës. Ju kujtoj që ky emision transmetohet në MCN prej kohësh tashmë, po ndërkohë ju mund ta gjeni live dhe në YouTube te faqja që Ledio sapo plasi në ekran. Ky emision quhet Zonë e Lirë, sonte është episodi 1069. Kjo është pjesa e parë, P1, dhe fiks në vend të P1-shit, tani do të dalë një QR kod. Te ky QR kodi ju mund të çoni pyetjet tuaja, pasi ta skanoni me celular, të bëni një login dhe dërgoni pyetjet për të ftuarit e mi. Me ne sonte në studio. Indrit Vokshi, Indrit mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Marsit Gubi, Marsit mirëmbrëma. Mirëmbrëma janë. Sebastian mirëmbrëma, zonja, dhe Flogert Muça, mirëmbrëma, të cilët do i prezantoj pas pak minutash për arsye të ritmit. Ju kujtoj, miq, që lajmi i fundit i ditës sotme në fakt në Tiranë është një zjarr i frikshëm në Tiranë, në një qendër, në një zonë tmerrsisht populluar pranë QSU-s. Është djegur pothuajse gjithë pallati, një pallat i ri,
shpresoj të mos jetë pallati ku është dhe klinika e një miku tim, doktor, shpresoj. Më duket shumë nga fotot që është ai, po shpresoj të jetë paktën komshiu. Ja ku e kemi në ekran. Jam kurios ta di midis Sebit, Sebastian Zonjës dhe Flogert Muçës, kush nga ju ka dëshirë në pak minuta ta dekriptoj këtë ngjarje të sotme. Në pamjen e parë duket një aksident. Ngjarje e përsëritur e Sebi cila më ka fal. ndodhur te një Sebi më fal. Në pamjen e parë duket një aksident. Po ndërkohë, me të drejtë mund të shtrojmë pyetjen, a mos është zjarrvënie e qëllimshme? Nuk e di nëse është apo jo e qëllimshme, por di të them që është ngjarje e përsëritur. E njëjta ngjarje ka ndodhur te 21 dhjetori. Është te ish parku autobusit. Po jo në këto përmasa. Po në të njëjtat përmasa, po Ka të lënduar ndërkohë. Sa është bilanci? 10 të lënduar deri më tani, zjarfiksit janë në spital, ministri është në spital aktualisht për t'i vizituar, ata janë asfiksuar, tymi ka qenë shumë i madh, ngjarja është e përsëritur, e gjithë fasada është me poliesterol dhe lejet që jep zoti Veliaj dhe lejet që jep zoti Edi Rama sjellin pikërisht këto pasoja që ne shohim aty. Nuk ka as edhe një rregull teknik i cili të bëj që ata qytetarë që i blejnë shtëpitë aty të kenë mundësinë që të shohin se ku e kanë blerë shtëpinë. Ndërtuesit, për të kursyer sa më shumë që të jetë e mundur, shkojnë marrin polester a buk peshkun e cilësisë më të fundit të mundshme. Që po mori flak kati i parë, byrektoria apo lokali, merr flak e gjithë fasada dhe është djegur e gjithë fasada e atij pallati. E dyta nuk ka shkallë urgjence, kemi një 12 katësh pa shkallë urgjence. E treta nuk kemi ato zjarfiksat. Po. Dhe sa ato i quhen zjarre, ato të kuqat. Tani, në këtë lloj rasti, të gjitha këto zjarre në të gjithë botën fiken me shkum. Të gjitha këto zjarre. Tani zjarfiksja jon nuk ka shkum. Ka vetëm ujë. Po, kryeministri thotë që ne do i prodhojmë vetë zjarfikset. Tani se kur do t'i prodhoj kryeministri vetë zjarfikset? Ka rëndësi, rëndësishme është vizioni, po, nuk ka rëndësi kur ka prodhoj. një vizion për të prodhuar zjarfikse dhe ambulanca, ka këtë vizion, do prodhoj. Prodhimi shkumës. Po. Tani në këtë Prodhimi shkumës. Në këtë kuptim, ato qytetarët që janë aty, mbahen me shkumë. Dhe shumë qytetarë që janë në Tiranë, që banojnë në për këto pallate, që e kanë të veshur hyrjen e tyre me peçiklas, me buk peshkë dhe me çfarë do lloj gjëje tjetër. Tu do të stopoj tani. Nuk është gjë e keqe këto pallate të vishen nga jashtë me një gjë, sepse e bëjnë më të bukur pallatet. Ka kushte. Ato duhen veshur edhe për arsye janë kundra zjarrit. Termike edhe zhurmash, por cilësia, le që thotë Sebi, cilësia e mirë nuk merr flak. Cilësia e kësaj natyre është vetëm për. Dhe bukur është që edhe kjo do kaloj si një rast i zakonshëm, nuk do ketë hetime. Radhën e kaluar bashkia na tha, jo po do e kompensojmë ne, jo po e ka fajin ndërtuesi etj kur ndodhi te 21 dhjetori. Tani çështja është këto raste do përsëriten, fatkeqësisht. Jo, po ky është përsëritur infoshtesë. Në këtë pallat, në 2021-shin ka rënë një zjarr me përmasa më të vogla i kësaj natyre. Te njëjti pallat? Zërpe. Ndërkohë që po punoi, po. Po çka ka ndodhur më vonë? Është identik, thjesht atëherë ishte miniatur, dhe tani është një kryevepër. Dhe bukur është që në çdo vend të botës normal, kur ka zjarre të tilla, pasi shpëtohen njerëzit ziren jashtë kështu, normalisht futen këto grupe të specializuara që të marrin vesh shkakun. Pra çfarë ka krijuar zjarri, një bombë gazi, eksperti kriminalistik. Pra vin këta, kupton? Deri tani, kemi ndonjë të dhënë? Deri tani, flitet për një shkëndijë elektrike në katin e parë që është një biznes, lokal në këtë rast. Shkëndijë elektrike, jo gaz. Shkëndijë elektrike, fatmirësisht me sa duket nuk është përdorur gazi në pallat, sepse nuk ka patur shpërthime gjatë djegjes. Po nuk ka këtu, nuk ka kështu gaz, po si përdoren me bombula. Me bombula, po, unë them nuk ka sistem qendror gaz. Sistem qendror, por nuk kanë patur as bombula fatmirësisht, se do ishte bërë hataja praktikisht. Po më Flogert, që pastaj ti lë të them dy fjalë edhe i ndriti me Marsidin. Më fali se të nuk duhet të tregojmë cinik, bile jam shumë human. Si ka mundësi më burr, u bë rasti, nuk e di se sajt ky, që ndodhin tilla gjëra, në çdo vend botës paktën ka minimalisht një ose dy të vdekur. Këtu s'ka asnjëherë të vdekur, malla. Mund ta thoni si shpjegohet? Jo, e di që është vërtetë përgjigje kësaj pyetje, po e vini re që ku ka aksidente të rënda, të kështu, ka të vdekur, po ka material të djegur. Ne nga që jemi popull i vuajtur shumë, e kemi shumë të kultivuar dhe stërvitur instinktin e mbijetesës.
Çka për mbijetesë atje? Atje Rasti te afër Kamzës që u futa e zjarfiksi, roja që ishte dhe nuk doli më. Pra kemi dhe rastet bekurisht. Thjesht çështja është që Rastet e Kazajt. zjarfiksi vdes, pa, nuk vdesin banorët. Zjarfiksi shket vdes vetëm për të shpëtuar njerëz. Ka pasur, tani nuk duhet, domethënë duhet t'i kthejmë Ishte edhe orari që për cjellë rastet ka patur dhe, më falë, Çështja është Sebastian, nuk ka para ndodhur ka. dhe nga kati i parë dhe kanë patur mundësi gjithë. Nuk para ka vdekja, po ta dini re, pra e kemi thënë të dhe në emisionet tjera mëse, mban mend. Ndodhin gjëra të tmerrshme dhe nuk ka vdekje, valla. Jemi vend, se thuash, janë me fat njerëzit në Shqipëri, apo aksidente nuk janë të tilla që të marrin direkt jetën e njerëzve, të lënë mundësi të ikësh, të shpëtosh. Tu unë jam gjithmonë, kjo pyetje më ka Zoti nuk t'i jep gjithë Arjan. Domethënë, s'tjep pushtetar të mirë, por t'jep fat. Po, është dhe kjo. Ose të na sjellën neve. Për shembull, Majnut kishte Nga ka dhënë dy, sistem qendror gazi atje, ishte Bërnami. Siç janë këto pallatet jashtë, ndodhin për shembull, në mes Parisit, janë në 2-3 vjet, bie në një pallat shumë pllav, bie nga gazi, ka të vdekur atje patjetër, janë këto pallate vjetra zakonisht, shumë të vjetra, të cilat kanë nevojë për riparime, ata nuk i riparonin sepse është çështje buxheti i banorëve, ke parasysh? Edhe qira marsit që i marrin nuk i Po mbajnë. ky është pallat i ri, domethënë, kjo është çudi e madhe. Sa vjet mund të ketë ky pallat? Ky sa ka? Pallat ka më pak se 7 vjet. Po pra, quhet pallat i ri pra. I ri, i pa kolauduar. Kryqëzimi i farmacisë dietësh, mua dy. Indri 2 fjalë, çfarë ndjesie të shikon këto pamje? Më në fund, a mund të them me plot gojë që ja, këto janë imazhe për shkakun që na bëjnë ne që të kemi hyrë dhe ne në botën moderne pra në Europë në këto gjërat. Nëse është për të hyrë botën moderne në mënyrë që sharake ne kemi hyrë. Sa ato nuk janë gradaçelat mëdha, janë pallate të vogla. Edhe i vogël ishte shumë kjo. Jo, janë të vogla në krahasim me zjarret që përshkruajti ti, pra nuk janë Jo, nuk janë pallate të mëdha. Sa kate është ky? 12. Nuk është aq i Nuk vogël. është dhe i madh. Qartë, Çfarë ndodh? Institucionet e shtetit nuk kontrollojnë projektin. Ata ta marrin projektin për veshje me lashguri dhe me materiale të mira që nuk marrin zjarr, ta marrin dhe me shkallë emergjence dhe me gjithçka tjetër dhe ta ndryshojnë rrugës nëpërmjet të korrupsionit dhe lekëve në dorë të njerëzve të cilët i marrin dorëzim. Dhe nëse nuk disiplinohen këta lloj njerëzish, sepse aty nuk shitet metri katror lirë, shitet metri katror mbi 2.000 euro. Claudio, një teleshikues që shkrua në QR kod, te TOTUS i thot, Çan 2.700 euro metri katror aty plako. Leku letër thot. Duke qenë se shitet mbi 2.000 euro ose 2.700 euro, Kështu thot ky tani. Kosta e ndërtimit nuk të kap 1.000 eurosh. Ose e zëm po të kap 1.000 euroshin, kosta e ndërtimit, 1.500 euro për metër është fitim i madh. Dhe këta një prap ndryshojnë projektin për të kursyer sepse janë lakmitar. Shteti shqiptar ka për bërç që të mos ju bjerë në qafë ndërtuesve dhe njerëzve që punojnë. Nuk është se s'po ju bie ndërkohë, do ta Ka themi. për bërç që të mos ju bjerë, por në raste të tilla, kur këta fitojnë 1.500 euro për metër dhe nuk duan të punojnë në parametra normale, duan ta ulin metrin nga 1.000 euro në 700 euro patjetër. Ti thua fiton 1.500 metër, 1.500 euro për metër, Indrit vetëm mos harroni një gjë. Fitimi them. Po pra, po nuk është aq fitimi. 1.000. Se prit, Po ta vëm 1.000. Kafja. prit, kafja është shumë e madhe. 500 euro për metër kafja. Është zgjeruar kafja 1.000. shumë. Dhe kujdes, do të paguajnë dhe 8% që në fillim, para se të fillojnë I punën. llogaritat e metri katror taksat. I futet atje. Nuk ka shumë rëndësi, edhe 500 euro për metër fitosh është shumë. Po të them këta lloj njerëzish dhe ky shtet që bëhen bashkarisht band, do thonë çketi se rregullojnë bëjes dush. Kështu janë muhabetet, të çojnë në këto se s'ka asnjë lloj arsye për të djegur. As shkëndija elektrike, as dogji plerat marketi që është afër apo në kat parë dhe mori fasada nga djegja plerave që janë këto skenaret. Pra është kod. Është thjesht të budallalliku. Të gjithë tu biem dakord që nuk është i qëllimshëm apo edhe mund të jetë. Nuk ka gjë qëllimshëm, është budallalliku i njerëzve që kanë dorë të firmosin Se më thot Kali Shkodrës, te Totusi, Kali Shkodrës e ka emrin. Kali Shkodrës. Po, më thot, më mbrëma Çani shumë përshtypje, ky zjarri i madh që ra është i dyti pas atij tjetri te 5 maj, më thot. Te tregu. Po. Te 5 maj, po. Te tregu, mos është ndërtoj. Mos është diçka 200 tjetër. metra distancë është. po, mos është një dorë, thot, prit, ku vajti më dhan. Mund të kemi kështu zjarrvënën, spiroman. Mos është, jo, thot, mos është një dorë e padukshme që po pason zona ndryshme nëpërmjet zjarrit. Kemi është dorë dukshme në zjarrin. Kjo është e ndërtuar rishtas Po pra. dhe është e kryer. Në qoftë se bëhet fjalë për konkurrencë pastaj, është muhabet tjetër. Po të them është vetëm budallalliku i njerëzve që kanë dorë vendimarrjen të vend. Tjetri që fiton, vendosja kriterin, kontrolloja punën, ja ke dhënë lejen,
e ke lënë punosh, thjesht kontrolloje. S'është e domosdoshme që Marsit, të vjetësh dhe ta mbyllim, metër. dhe ta mbyllim se u vënuam shumë. Në shumicën e rasteve, çan, më që kam parë unë, e para punës në pothuajse në gjitha ndërtimet që bën, sidomos edhe këto që janë shumë shtrenjtë, që shkon 3.000-3.500 euro metri, sidomos tu të liçeni thatë, Qartë. kanë disa zona që tash janë bërë goxhat preferuara, ose në hapësira jashtë Tiranë, pothuajse mungojnë shkallët e emergjencës, madje në disa ndërtime, në ato ngushticat ose rrugët të pamundra që të futet një zjarr fikse, se aty të paktën ka qenë një fat e madh që ka qenë buz rrugës. 90% e Tiranës ashtu është. 90% Tiranës. Larg qoftë, nëse bie zjarri s'ka as rrugë ku të futet zjarr fikse për të quajtur zjarrin. Ose nuk ka mundësi që të jetë një infrastrukturë. As zjarr fikse, as arkivoli. Akoma më keq. Është dhe kjo, po. Kështu që përgjegjësia kryesore është që nga plani urbanistik, që nga mënyra si jep lejet KKRT ose bashkia, dhe që tek projekti zbatimit dhe strukturat që e kanë përgjegjësinë ligjore për të bërë vëzhgimin e këtyre projekteve. Dhe pretendimi plotësimi standardeve për të futur në Bashkimin Evropian, që kemi një progres, këto momente, si thua, e grisin atë fasadën ose PR-në e ngritur. Kjo tregon realisht sa të rrezikuar jemi. Pra tashmë jo vetëm që nuk e justifikon koston që kanë këto ndërtime, dhe këtë gjë vere vetë, edhe unë jam në kërkim për blenë një apartamente, dhe për them që është çmenduri. Shikon pallate që janë të zhytura në përcepe, që thonë 3.500 euro, 3.300 euro, 2.800 euro dhe s'ka në shkallë emergjence. Nuk ka një bombël për të fikur zjarin në njëri nga katët. Dhe vere që njerëzit dalin kështu si turma trumcakësh zoj, se ke pra asysh? Zonja Zotrinj, ora është 22:18 minuta, jemi live këtu dhe në YouTube, në faqen Zonë Lirë Official, që Ledi ju e tregon her pasere. Ju vazhdojnë të shkruani në mesazhet tuaja dhe pyetjet tuaja në tek ai QR kodi që keni atje. Jam në studio me Sebastian Zonjë, gazetar plus në MCN TV, Flogert Muça Lexo.ale, ekspert komunikimi, gazetar, Indrit Vokshi, gjithashtu eksponent politik i njohur, tashmë i neutralizuar, do e thënë, nuk është... Neutral, si neutralizuar do të thonë për të kanë bërë tjerët. E thash me qëllim, po në një farë mënyrë e neutralizuarje, nuk doni të të kishin atje brenda, sepse ti prishe punë. Jo, është e kundërta. E kishe gojnë e madhe për Jo, të është fisje. e kundërta. Unë e kam pasur gjithmonë ftesën dhe e kam mendë, thjesht nuk merrem unë më. A pse kam, mua më shkruar për shtypi që... Jo, po s'jam tek ta tinatosërit unë që kanë përjashtuar nga partia, mu për kundër. Jo përjashtim, nuk folër për. As Ekskomunikator. largim, pas përjashtim. Jo, s'jam ai skenaro. Jam skenari që kam derën e hap. Mua më pëlqen shumë gjithsesi kur sepse ti kote fundit me sa të shoh unë dhe kam kënaqësi që të kam në studio, del mbi palët, më pëlqen shumë kjo gjë. Pa të shoh që nuk je partizan në qendrimet. Statuta e ka që 40 vjeç bëhesh president. Ne jemi afër asaj moshe dhe marrim natyrë presidenciale. Bravo. Duhet që ke vesh kostumin. Dakor, Indrit, dhe Marsit Zgupi Zonja Zotrinj, avokat penalist dhe pedagog te Marin Barleti. Bëjmë i xhiro Ledio sepse duhet të shkojmë sonte